Siç edhe ju e dini. Gjeni qik. Ose base do më duhet t'u rikujtoj, vllai i madh ndëshkon çdo sjellje të papranueshme, Pa. asnjë të drejtë kontestimi. Pa. Me sjelljeve të papranueshme në atë shtëpi përfshihet çdo formë dhune ndaj një banori tjetër, përfshirë kërcënimet me dhunën fizike, si edhe çdo akt tjetër të natyrës së dhunshme. Pa. Përdorimi i gjuhës apo kryerja e veprimeve që mund të konsiderohen fyerje serioze, raciste, seksiste, homofobike, transfobike, antisemitike, intolerante ndaj besimeve fetare apo çdo formë tjetër diskriminimi. Ngacmimi, bullizimi apo çdo sjellje abuzive ndaj një banori tjetër. Tani, ato fetare bullizime këte ande edhe i morën vesh. Edhe kjo pjesë e diskriminimit e morën vesh. Tashi, ajo që unë pres për shembull, nesër mrama, nga Ledi, edhe nga producentës ekzekutiv të Bigut, që kanë bërë Bigun si vjet, mendoj se duhet marrin se të bëjnë një vendim për sa i përket kësaj videos këtu. Shikoni një çik. Ale pra, je burë që i thullave, piullun. Burë jam e burë. Qa burë ti e femër? Ja, femër. Ja, hajde në shtyrin e treti. Ja, e din që është për shumë? Ky është diskriminim. Ledion, digjo vlla, se për atë që bën nuk ta merr njëri. Je i mirë fare, prezanton edhe kemi thënë je shumë bukur. Problemi është do kesh çik më shi për neve që e shikojmë apo jo? Se modela ti është çdo prime, edhe thua ti të bëjmë digital bin. Ore, dakord, të bëjmë digital, për çfarë ta bëjmë digital bin? Të mësojnë se si diskriminohet dikush, se si ofendohet, se si bullizohet, si çfarë duhet bëjmë? Për çfarë ja ta për shembull kot. Për çfarë do ta bëjmë digital bin? Për çfarë? Apo për çfarë duhet të ndjekim? Drejt që hang se na pëlqen si format për ta pëlqyer. Edhe patjetër që do ta shikojmë. Problemi është çfarë po na jepni juve. Mbas asaj, vetë aty ulet thotë këta do rrahur, ai do rrahur në njëherë do bërë shembull. Po si mund ta thuash për shembull në televizion që do rrahur? Unë nuk e di ajo audiovizive si e ka ajo. Me ndonjëherë masa ai për shembull çon në një kërkesë që për performancën që bëjnë këta VIP-at, po jo më se janë VIP, janë personazhe, se VIP-a s'ka shans. Po jo nuk ka shans. Jo se ofendon inteligjencën fjalës VIP. Do merrni në masa apo jo Ledion? O e dirama. O Berisha, do merrni një mas juve për shembull apo s'do merrni? Monika, se ti je atje në politik, do marrësh në një mas ti me motra apo jo me? Merr një mas me. Me gjithë ty Arbri, edhe ty. Nëse ti e di unë që i bie kokës, po kjo tjetra.